Çmimet në Kosovë po vazhdojnë të rriten e me to përëndohet jeta e qytetarëve. Sipas raportit të fundit zyrtar, inflacioni mujor në mars 2026 krahasuar me shkurt ishte 1.5%. Ndërkohë, norma vjetore e inflacionit krahasuar me marsin e vitit 2025 ka arritur në 6.7%. Rritja mujore prej 1.5% është ndikuar kryesisht nga shtrëngimi i karburanteve dhe lubrifikanteve për transport personal, të cilët kanë shënuar një rritje të theksuar prej 25.8%. Po ashtu, rritje kanë pësuar edhe çmimet e perimeve 3.7%, pemëve 1.5% dhe mishit 0.3%, duke dhënë një ndikim të përbashkët prej 1.7% në indeksin total. Derisa pakat mbetën të njëjta, qytetarët kufizohen në blerjet e tyre për shkak të çmimeve të larta. Në gjithë këtë rritje, u shtua edhe ngritja e çmimeve të derivateve të naftës, ku 1 litër naftë në Kosovë arriti vlerën e gati 2 eurove. Kjo si pasojë e luftës SHBA-Iran, pas të cilës u rrit çmimi i naftës në bursë. Megjithatë, ndonë se pati kërkesa për ndërhyrje të shtetit e ulje të VSH-s e akcizës, një gjë e tillë nuk ndodhi nga ana e qeverisë. Nga lëvizja vetëvendosje e cila është parti në pushtet, thonë se situata është shqetësuese, por që qeveria u ka dalë në ndihmë qytetarëve që nga pandemia e njësoj do të veproj edhe tani. Sigurisht me shqetësim, tani më për vite me radhë për shkak të krizave globale, edhe Kosova, duke mos qenë një vend imun ndaj këtyre krizave, është ballafaquar me rritjen e çmimeve të artikujve bazë për jetë dhe unë mendoj që në këtë periudhë kohore sa qeverisë lëvizja vetëvendosje me vendin, prej fillimit të pandemisë, kur jemi ballafaquar me shumë kufizime të furnizimeve, por gjithashtu edhe me çmimet e larta, ka vazhduar përpjekja që të dalim në ndihmë qytetarëve me format e subvencionimit, qoftë atyre kategorive që janë më në nevojë, qoftë në subvencionim të sektorit e energjisë, duke ju dalë në ndihmë qytetarëve për të përballuar faturat e energjisë. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Dritan Hyseni thot për ekspoze se vetëvendosja kishte dhënë kontribut me ligjin për çmime tavan. Si shumicë parlamentare, gjithashtu kemi dhënë një kontribut sa i takon nevojës që ta adresojmë edhe me ligj dhe t'ja mundsojmë qeverisë që më lehtë të ketë mundësi të përballojë çështjen e rritjes së çmimeve duke aplikuar masa tek pjesa e tregtarëve me qëllim që të mund të ndikojë sa i takon marzhës së fitimit dhe kontrollimit të çmimeve, duke miratuar edhe ligjin për çmimet tavan në nëntor të vitit 2022. Por tani me legjislaturën e re menjëherë ne kemi proceduar sërish ligjin për çmimet tavan, ligjin për masat për produktet themelore në rast të destabilizimit në treg. Dhe unë e mirëpres edhe qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës tani, që nga deputetët e saj kemi ndëgjuar edhe në foltorën e kuvendit që më nuk do të dërgojnë ligjin e tillë në gjykatën kushtetuese, sepse unë mendoj që qartazi është e kuptueshme që ligji synon mbrojtjen e qytetarëve nga destabilizimet e mëdha në treg, nga rritja enorme e çmimeve të artikujve bazë dhe në këtë drejtim mendoj që i japi mundësi edhe qeverisë të ketë në duart e veta një normë ligjore e cila mund të ndikojë në tregun, pa e cenuar tregun e lirë të cilin e parasheh Kushtetuta e Republikës. Nga PDK thonë se inflacioni ka tendencë rritjeje dhe jo stabiliteti, e kjo vjen edhe si pasojë e politikave jo adekuate. Deputeti i kësaj partie, Ferhat Shala, në një intervistë për ekspoze të Gazeta Blitz, thotë se shkalla e inflacionit me këtë trend është shqetësuese. Po dhe raportet zyrtare, qoftë vendore, qoftë ato ndërkombëtare, tashmë kanë konfirmuar një inflacion që ka lënë mbi 6%. Inflacioni i cili ka një tendencë rritje dhe jo stabiliteti, praktikisht është si rezultati politikave jo të mira adekuate që do duhet kishim në sektorë të caktuar vital që janë ndikues drejt për drejt në linjat e furnizimit dhe në politika tjera fiskale. Qeveria më është krejtësisht inerte në këtë relacion dhe përveç deklaratave populiste nuk ka veprime konkrete që me ndiku në ekonomi dhe me ndiku në stabilitet apo në ulje të çmimeve. Normalisht gjitha këto kanë barë të madhe, kryesisht për buxhetin e shtetit, po edhe për xhepin e qytetarëve të Kosovës, ku kjo shkallë e inflacionit me këtë trend do thotë është ide në një situatë shqetësuese. Shqetësuese rritjen e inflacionit e sheh edhe antari kryesisë së LDK-s Alban Zogaj.
Ai për ekspoze thot se qeveria po qëndron spektatorën në krizën ekonomike në vend. Ka rritje shumë të lartë të çmimeve, vetëm në 2 muajt e fundit kemi inflacion prej 6.5% krahasim me vitin e kaluar, që është një normë e lartë e inflacionit dhe në fakt është normë shqetësuese. Po ajo që është edhe më e rëndësishme me theksu është që e kemi një qeveri spektatore ndaj një krize të thellë ekonomike në cilën po hyn vendi, sepse ka mungesë të shpenzimeve, kapitalin, anën tjetër çmimet po rriten, e pagat po mbesin të njëjta, andaj qeveria duhet me reagu në këto raste e nuk po reagon. Është komplet spektatore ndaj kësaj situate. Barë të rënd për qytetarët e Kosovës e sheh rritjen e çmimeve deputetja e AAK-s Time Kadriaj. Ajo për ekspoze thekson se kryeministri Kurti nuk është as pak i merakosur për gjendjen e qytetarëve, të cilët po tenton t'i mashtrojë me nga 100 euro para zgjedhjeve. Vetë deklarata e Albin Kurtit ku e kemi kritiku për këtë çështje që ka thonë ju po më kritikoni për këto çështje ndërsa unë po dal në vota e po fitoj, është që nuk i bot fare, s'është fare i mirakosur për gjendjen e qytetarëve, sepse në fundit po ju ndon nga një qenë ersh që me i mashtru, edhe po mendon që do të vazhdoj me i mashtru qytetarët me 100 erë, duke po që është rrit edhe çmimi i energjisë elektrike, edhe çmimi i naftës, edhe kjo po shkon zinxhir edhe të produkteve esenciale. Secili ballafaqohem që duhet shkojmë në përmarketet, furnizohemi për nevoja familjare dhe shohim se çmimi janë enorme, qoftë në pemë, qoftë në perime, qoftë produkte tjera esenciale, që është një barë e rëndë për qytetarën e Kosovës. Ndërsa kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se krizat në Kosovë janë në vazhdimsi që disa vite dhe për të ndalur rritjen e çmimeve nuk po ndërmerret asgjë. Krizat në Kosovë nuk janë të përkohshme. Ato janë permanente dhe vazhdimsi tash e shumë vite me radhë. Inflacioni do na përcjellur, rritja ekonomike në rënje, aktivitetet ekonomike të bizneseve në rënje, investitorët e huaj po na ikun jashtë dhe është krijuar në Kosovë një rritje e çmimeve dhe po vazhdon të rriten çmimet, sidomos kur edhe tash energjia elektrike është plafon bashkërisht me derivatet e naftës, që kanë rrit koston e prodhimit, transportit dhe gjithë shërbimeve që i kena në Kosovë për konsumatorët kosovarë. Qeveria nuk është duke marrë asnjë hap për të vepruar dhe për të ndalë këtë formë të rritjes së çmimit. Krahas çmimeve të produkteve esenciale, zhvillimet në botë ndërmjet SBA-s dhe Iranit bën që të rritet çmimi i naftës në bursë, gjë që ndikoi edhe në Kosovë. 1 litër naftë shkoi deri në afër 2 euro, teksa qeveria nuk ndërmori asgjë. Kërkesat ishin që të ulej TVSH-ja e akciza e naftës, por që nga qeveria thanë se asnjëra nuk mund të bëhen. Deputeti vetëvendosës vlerëson se mint me çmime tavan ka arritur deri diku ta kontrollojë rritjen e çmimeve të derivateve, teksa kritikon edhe tregtarët. Ne kishim edhe një diskutim parlamentar në lidhje me çmimin e naftës. Ministria e Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Inovacionit me normativat e veta ligjore ka ndërmarrë veprime qysh në ditët e para të kësaj krize, qysh në ditët e para të rritjes së çmimit të naftës, duke përcaktuar çmimin maksimal të lejuar për pothuajse çdo ditë të periudhës kur filloi kriza dhe po zgjat. Unë mendoj që kjo ka qenë një masë e cila deri diku ka arritur që ta kontrolloj këtë rritjen e shpejtë të çmimit të naftës që erdhi si pasojë e një zhvillimi që nuk është, le të themi, në brendit Kosovës, është një zhvillim i cili po ndodh në lindjen e mesme, ka një luftë atje dhe mundësia e furnizimit, apo le të themi ato limitacionet që janë paraqitur në ngushticën e Hormuzit kanë derivuar tek një mungesë e furnizimit dhe tek rritja e çmimeve, por ajo çfarë ministria ka bërë është që ka përcaktuar marzhat e fitimit, respektivisht 2 cent për litër për tregtimin me shumicë dhe 12 cent për tregtimin me pakicë. Mirë po, në këtë drejtim do të thoja që
edhe tek ata që furnizojnë me naftë, tek disa prej kompanive që janë furnizues kryesor në vend. Unë mendoj që ka një mundësi prej kësaj situate të merret edhe një mësim sa i takon nevojës për depozita më të mëdha, ndoshta edhe kontrollim edhe më të mirë të tyre depozitave, për arsye se ne kemi vërejtur që sapo çmimet po lëvizin në bursa ndërkombëtare, ne menjëherë po kemi lëvizje të çmimit dhe reflektim të ngritjes së çmimit në pikat ku shiten karburantet në Republikën e Kosovës. Mirë, po kur po ndodh mandej ulja e çmimeve në bursa, një reflektim i tillë po ndodh shumë ngadale dhe mendoj që kjo duhet të rregullohet dhe për këtë duhet që edhe institucionet në anën tjetër përmes inspektoratit të ndërmarrin veprimet e duhura, por edhe tregtarët të ndërgjegjësohen, sepse nuk mund të kemi një situatë kur ngritjen çmimet në bursa reagohet më njëherë, por kur ulin çmimet në bursa mandej reagimi është tepër i ngadaltë nga ana e furnizuesve me karburant në vendin tonë. Shala i PDK-s vlerëson se qeveria është krejt jashtë lojës lidhur me krizën ekonomike në vend. Duke folur për ngritjen e çmimeve të naftës, deputeti thotë se qeveria është dashur ta implementojë buxhetin e hartuar për rezervën shtetërore për naftën. Qeveria është jashtë lojës komplet, vetëm teori dhe deklarata populiste. Qeveria në rend të parë dash të implementojë atë buxhet që ka pas të hartuar për rezervën shtetërore për naftën. Qeveria tashmë nuk është në gjendje të tregoj apo të intervenojë me rezervën e shtetit që duhet ta ketë për situata të tilla, spakut që me thonë orvati ose tentim i fundit, rezervën që ka ta lënë në dispozicion të tregut, në dispozicion të bujqve në vend. Por që në esencë tashmë është e konfirmuar që Kosova me rezervë të naftës është zero. Dhe në këtë relacion do thotë qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë hap në 4 vitet e fundit sa i përket rezervës shtetërore, me një sasi tepër të vogël vitin e kaluar, por që ka rezultuar komplet si aferë korruptive çështja rezervës shtetërore. Në këtë relacion pra nuk kemi sektor stabil i cili kishte më u përmend si rezultat pozitiv i ekonomisë, e gjithë kjo ka ndikim direkt apo indirekt të çështjave të çmimeve, sepse kur mungojnë rezerva shtetërore, kur mungon dora shtetit, politikat fiskale, kur mundon intervenimi bazik dhe shkencor mbi fenomenet caktuara të prodhimtarisë vendore, normalisht që këto reflektojnë pastaj me një situatë të tillë ekonomike. Ndërsa sa i përket rritjes së çmimit të naftës, Zoga i thotë se shumë shtete kanë ulur TVSH-n e akcizën, gjë që nuk është bërë nga qeveria e Kosovës. Ai thekson se LDK në kuvend propozoi masat për situatën e krijuar, por që u kundërshtuan nga vetvendosja. Normalisht që çdo ngritje e çmimit të naftës në botë reflektohet menjëherë edhe tek ne, sepse ne importojmë naftën nga vendet e tjera të botës. Andaj kjo u reflektu edhe në çmimet e naftës në Kosovë. Arritin çmime rekord që ishte pothuajse 2 euro për litër të naftës. Të gjitha vendet e Evropës, po edhe disa vende të mëdha demokratike botnore, janë duke marrë masa për me ul çmimin e naftës. E këto masa janë kryesisht ulja e TVSH-s në produktet e naftës, ulja e akcizës së naftës, në mënyrë që me ndihmu edhe qytetarët e vendit, po edhe prodhuesit, firmat e vendit. Në rastin tonë, ne si LDK propozuam po të njëjtat masa në kuvendin e Kosovës dhe ajo rezolut ose ato masa që ne i propozuam u kundërshtuan nga shumica politike në vend dhe ne akoma jemi në këto çmime që po i shohim çdo ditë. Pra edhe në rastin e çmimeve të naftës, prap qeveria spektatore dhe në fakt refuzon me i marrë masat cilat i takojnë me i marrë. Kurse Shahini potencon se tregtarët kosovar nuk e diktojnë çmimin e naftës, por ata e shesin ashtu siç e blejnë sipas çmimit në bursë. Çmimi i derivateve varet nga trisht e huaja. Tregtarët kosovar nuk mund të diktojnë çmim. Janë importues të rregullt ditor dhe në bazë të rritjeve të çmimeve në bursa ditore rritet çmimi në Kosovë. Dhe rritja 60-70% e çmimit të derivateve të naftës në krahasim me një periudhë të mëhershme kur derivatet e naftës kanë qenë në erë lehtë, kjo tregon që kur kosovarët, tregtarët blejnë lirë, shesin lirë, blejnë shtrejt, shesin shtrejt. Nuk mund të ndryshojnë këtë çështje të çmimit. Por cila është zgjidhja për kriza të tilla ekonomike? Qeveria është duke përgatitur një paku për t'u dalë në ndihmë qytetarëve të Kosovës që do të lancohet së shpejti. Këtë ka konfirmuar për ekspoze deputeti i vetvendosjes Driton Hyseni.
është qeveria e cila është duke punuar në gjitha drejtimet me qëllim që edhe këtë situatë me çmimet e naftës ta përballoj si është më së miri. Ne së shpejti do të kemi edhe një lancim të një pakoje e cila mbështet qytetarët në përballimin e kësaj krize, sikurse kemi ndërmarrë veprime e pako nxitse e përkrahase mbështetëse thujse për secilin kategori të qytetarëve për të përballuar këto kriza që na përcëllën pothuajse që nga fillimi i mandatit në vitin 2021 kur kishim pandeminë Covid-19 edhe po vinë radhë me luftat e me krizën energjetike me gjitha mirë, po e konsideroj që e kemi obligim edhe detyrë që të bëjmë maksimum për qytetarët tanë që edhe me ligje, por edhe me masa të institucioneve të ndikojmë për aq sa është e mundur të ndikohet në ulje të çmimit të artikujve bazë, sidomos në mos ngritjen e tyre, sepse në fundit e kemi edhe një gjë të qartë se jemi bukur shumë të varur nga importet edhe kjo neve nuk është që na jep shumë favore. Po është duke u punuar në pako, ju e dini që veç kishte një le të themi veprim sa i takon qeverisë me pagën e 13 për sektorin publik, në njëjtën linjë besoj që edhe për sektorin privat ashtu siç është edhe deklaruar nga ana e Ministrisë së Financave, do të kemi një masë e cila do të del në përkraje të le të themi sektorit privat, punonjësve që janë në sektorin privat, por gjithashtu edhe kategorive tjera, e sidomos atyre që janë të varur shumë me aktivitetin e tyre sa i takon nevojës për të furnizuar me çmime të lira të naftës që janë bujqit. Ndërsa sipas deputetit të BDK-s, ekonomia e vendit stabilizohet nga politikat fiskale. Unë konsideroj që politikat fiskale të shtetit duhet jenë ato të cilat duhet ta stabilizojnë ekonominë dhe subvencionimi gjithësisht investimet kapitale në linjat e prodhimit, po dhe në linjat e furnizimit. Nëse ne kemi të shkputur zinxhirin e furnizimit nga realiteti dhe jashtë kontrollit, nëse ne kemi të shkputur apo zero shkallën e investimeve kapitale, veçanërisht në linjat e prodhimit vendor, nëse ne tërë kapacitetin tonë ekonomik tregtar e orientojmë ka importet, normalisht është situata e tillë. Pra, qeveria nuk ka realizuar shkallë të investimeve kapitale në asnjë sektor. Zogaj potencon se inflacioni rëndon jetën e qytetarëve, andaj qeveria duhet të ndërmarrë masa për të zbutur situatën. Inflacioni e rëndon shumë kuletën e qytetarit vendit. Dihet, sa më të mëdha çmimet e në anën tjetër pagat mbesin të njëjta, kjo nënkupton që fuqia blerëse e qytetarëve tonë do të bie. Pra çka kanë ble përpara me 100 euro, tash nuk munden me ble. Tash blejnë me 140, sepse konsiderohet që inflacioni në këto 4-5 vitet e fundit si kumulativ është diku gati 40%. Pra çka kemi ble me 100 euro në vitin 2020, tani na duhet 140 euro me i ble po të njëjtat produkte. Kjo e rëndon shumë jetën e qytetarëve, e rëndon ekonominë e vendit, por është qeveria ajo, po theksoj gjithmonë, po insistoj, është ajo që duhet me ndërhy, duhet me insistu, duhet me i marrë masat në mënyrë që me zbut pak a shumë edhe krizën ekonomike. Por pse qeveria nuk po ndërmerr asgjë? Zogaj thotë se për këtë janë dy shpjegime. Po janë dy shpjegime janë. Një shpjegim është guximi që po ju mungon me i marrë vendimet e mëdha për vendin, edhe këto masat që duhet merren. Dhe e dyta është edhe paaftësia e tyne për me i marrë këto masa. Tjetër shpjegim nuk ka. Ne po ju japim të gjitha argumentet, besa dhe analizat tona pse duhet me i marrë këto masa dhe si ndikon kjo në uljen e çmimeve në ekonomi. Ata nuk i marrin këto masa, për mendimin tim për dy arsye. Ose mungesë e guximit, ose mungesë e aftësive. E deputetja e AK-s Time Kadria vlerëson se qeveria duhet të veprojë sikur vendet tjera të rajonit që të ndërmarrë masa në interes të qytetarëve e jo të oligarkëve. Duhet të veprojë njëjtë sikur se vendet e tjera të rajonit që ndoshta e kanë ulë toksen, ndoshta marzha, ndoshta të ndërmerr diçka që do të jetë në interes të qytetarëve e jo në interes të qeverisë ose në interes të oligarkëve të tjerë. Ndërsa sipas Shahinit, qeveria duhet të ndërmarrë masa varësisht nga kriza, pasi nëse vazhdon kështu, do të rritet varfëria dhe vetë uria në vend. Do të merr masa të përkohshme, nëse ja është kriza e përkohshme. Nëse është kriza e përhershme, masat përhershme. Dhe këto masa
do duhet të jenë të harmonizuara me komunitetin e biznesit, me faktorin vendor, opozitën, në mënyrë që të ndërhyhet edhe në politika fiskale, në mënyrë që të mbështetet qytetari biznesi për një kohë të caktuar. Dhe nëse kjo do të vazhdoj, vërtet atëherë ne do të rrezikojmë të rritet varfëria më shumë, ose të rritet vetë uria, për shkak se në Kosovë e dimi mirë që shumë kosovarë jetojnë në varfëri të skajshme, dhe shumë kosovarë të cilët nuk kanë mundësi për të ushqyer 3 racione, e kanë reduktuar tash të kenë vetëm 2 racione, dhe ato racione të dobta, të kufizuara, dhe kjo do të çon edhe më tepër qytetarin dhe Kosovën në varfëri të skajshme. Ai tregon edhe pse qeveria nuk po bën asgjë për krizën ekonomike që ka kapluar vendin. Sepse ne vlerësojmë punën, veprimet dhe jo fjalët. Nëse flasëm për premtime, nëse flasëm për ligjërata, për të thëna, vërtet kemi çka të dëgjojmë shumë të mira. Nëse thojmë me veprime konkrete, atëherë veprimet konkrete janë duke munguar, sidomos në këtë kohë të krizës, sidomos në kohën kur veprimet duhen të maten me mirëqenie qytetare. Tash një muaj sa ne kemi rritje të çmimit të energjisë, të derivateve, ne ende nuk kemi asnjë veprim konkret të një ndërmarrje të ndonjë veprimi të qeverisë për të përballuar krizën qytetarët më lehtë. Derisa situata vazhdon të jetë e njëjtë, me rritje të çmimeve vazhdimisht, qytetarët presin dorën e shtetit që të dalë në ndihmë. Mbetet të shihet nëse kjo do të ndodhë së shpejti.